nga xhenemi. Andaj dha pejgamberi alayhi salatu wassalam, sot është dita ku më shumë ti Allahu liron njerëz nga xhenemi. Andaj duhet ta lutësh Allahun që Allahu ta liroje qafën tane prej xhenemit. Gjithashtu prej vlerave të cilat i kanë përmend dietarët nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam për ditën e Arafatit, është se pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, hadithin që ka nxjerrë Imam Muslimi, ka thënë alayhi salatu wassalam, unë e bëj hesab se Allahu me agjërimin e ditës së Arafatit i shlyhen mëkatet e një vitit të kaluar dhe vitit që vjen. Një ditë e agjëruar, e sa është dita? Sa shpejt nis imsaki e kur vjen akshami? Apo për një ditë të agjëruar, Allahu xhelle xhelaluhu i shlyhen njeriut me përjashtim kur ka zullume të cilat janë shkelet njerëzve. Ato duhet mu shlyje haki. Gjunaat që tjera që ti si ke po kur kujtam pos vetës. Tha alayhi salatu wassalam, një ditë e agjërimit Arafat. Edhe kjo është shumë interesant, se nuk vlen për haxhit, veç për neve që janë në haxh. Haxhia nuk e ka të preferuar me agjëru ditën e Arafatit, se i duhet takat. Ndërsa ata që shkojnë haxh, ka thënë alayhi salatu wassalam, u a bëj hesab, këtë ditë me agjëru, një vit që ka bëj gjuna. Edhe një vit tjetër që ka vjen, Allahu më jashtë gjuna. E kemi shpjeguar se viti që ka kaluar është i kuptuar. Viti që ka vjen të pengon pi gjunajt. Të pengon Allahu pi gjunajt. Ta ban të urrejtur gjunajt. Shlën Allahu në zemrën tane, kur ti don me ba një gjuna, e mund që s'po do me baje. Kjo është ajo që e kanë përmend dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu për veçorive të ditës Arafatit, të nderuar xhamatli, është se dita e Arafatit është dita e përmendjes së Allahut. Dhe prej sot sabah ka qenë suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, njeriu me shpeshtu tekbirin. Me shpeshtu tekbirin deri në ditën e 4 të Kurban Bayramit. Me përmend Allahun shumë, me ngritë emrin e Zotit, se s'ka më mirë se sa me ngritë emrin e Zotit. A e keni pa këta kur kënojnë? Çish e ngritin zanin? Dojnë me na thonë se kjo më e mira, kjo seni më i mirë. E pejgamberi sallam nuk tha me i ba dam dikujna, jo. Sa ato zakonisht kur e shlojnë muzikën, nuk e shlojnë veç për njerëz, edhe e xhinet me një bashkë me ta. Po pejgamberi sallam tha jo, ju ngrit në emrin e Zotit, që ta dinë njerëzit se emri më i madh është emri Allahu xhelle xhelalu. Andaj dita e Arafatit është dita kur nis me botë tekbire, me madhnu Zotin xhelle xhelalu. Dhe sa jemi të nevojshëm na, sidomos ditët e sotit, kur neve na ka robrue dinari, na ka robrue friga prej fukarallokut, na ka robruar lloj-lloj dashnie kësaj dunjaje, me shpeshtue thanjen Allahu Akbar, Allahu më i madh se dinari jem, Allahu më i madh se shtëpia jeme, Allahu më i madh se dyqani jem. S'ka më të madh se Allahu xhelle xhelalu. Na duhet kjo thanje, se na robruan dinarët, na robruan gjërat të cilat kanë mushkatruar edhe na edhe ata, edhe ato. Andaj përmendë emrin e Zotit xhelle xhelalu. Gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, hadith që ka nxjerrë Imam Tirmidhiu, se ka thënë alayhi salatu wassalam, duaja më e mirë është duaja që bëhet në Arafat, ditën e Arafatit. Sot siç mundesh mu lut, s'ka ditë që mundesh mu lut. Ditë keni pa natë nata e Kadrit, a çolloj as çolloj. A janë 21, 23, 27, 25, cila është? Apo polemike e madhe. E mirë, këtu s'ka polemik. Ditë e Arafatit është e sigurt. Këtë 1 milion haxhi sot kanë shkuar në Arafat. Domethënë këtu s'ka polemik. Andaj s'ka nevojë me ditë a është as është sigurt është. Andaj mos të zaja akshami, vetë se ti i ki mush sahatet e kësaj dite, të e lutë Allahun shumë për dunja e në akhirat. E tha alayhi salatu wassalam, ditë duaja më e mirë është ditën e Arafatit. E gjëja më e mirë që e kanë thonë pejgambert para meje dhe une, ditën e Arafatit, cila la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Çeta e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thonë kjo është thënia më e mirë që mundet me thonë njërin këtë ditë. S'kushton kur gjë, mundesh me mborë nëse se di përmendsh, e merr mburojën apo e merr telefonin, e kije në internet, edhe veç e lexon la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është lëvdrata më e madhe që është thonë për Allahun te bareke ve teala. Sa i ska ortak,
ai është i plot fuqishëm. Allahu xhelle xhelalu ka fuqi për çdo sen.